rezonanca gjindemi në spitalin e përgjithshëm në Prishtinë rezonanca 2. Për pacientët që ka nevojë për trajtim ortopedik të specializuar, tashmë nuk është nevojshme të udhëtojnë jashtë vendit. Një nga emrat më të njohur në fushën e ortopedisë pediatrike dhe trajtimin e deformimeve të gjymtyrëve, Dr. Cengiz Çabukoglu po qëndron në Prishtinë për konsultime dhe vlerësime profesionale në Spitalin e Përgjithshëm Rezonanca 2. Në pyetjen tonë se si po ndihet për këtë vizitë në Kosovë dhe në Spitalin Rezonanca, ajo përgjigj: "Jam shumë falënderues për këtë mikpritje." Hoş geldiniz. Öncelikle Kosova'ya ziyaretinizin amacı nedir hocam? Öncelikle çok teşekkür ederim. Ben ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Özellikle pediatrik Tani ma pacientët do të kenë mundësi të përfitojnë nga ekspertiza dhe përvoja ndërkombëtare Dr. Çabukoglu, i cili është i njohur për trajtimin e rasteve komplekse ortopedike tek fëmijët dhe të rriturit. Çfarë lloj operimash do të kryen këtu për fëmijët, doktori u përgjigj. Özellikle pediatrik ortopedi. Shërbimet që do të ofrohen përfshin trajtimin e paralizës cerebrale, trajtimin e deformimeve, trajtimin e hemimelisë tibale, trajtimin e hemimelisë fibrale, trajtimin e deficiencës fokale, trajtimin e pseudrotrozës dhe diagnostifikimin dhe trajtimin e problemeve të tjera ortopedike. Si vlerësoni kushtet dhe organizimin në Spitalin Rezonanca 2? Burası bir üniversite hastanesi. Burası eğitimin yapıldığı bir hastane. Spitali Rezonanca 2 është spital universitar. Këto kushtet janë tepër të favorshme dhe posedon teknikën moderne për operacione, të cilat po kryen me operacione specifike në këtë spital. Është organizimi në nivel shumë të lartë. Për shkak të kushteve të favorshme me sukses, po kryen operacione ortopedike. Përshtypjet e doktorit për Kosovën dhe njerëzit këtu. Yabancı gelmedi çünkü çok sıcakkanlılar. Ben buraya 3 yıldan fazla... Ajo përgjigj se nuk ndjeva fare i huaj në këtë vend. Njerëzit janë shumë të afërt, të ngrohtë, tani e 3 vite që vi këtu. Ko pas kohe shoh edhe njerëzit më njohin këtu në Prishtinë dhe në Prizren. Cili është mesazhi për Kosovën dhe njerëzit këtu? Sadece ben ailelere demek istemiyorum. Burada hekim arkadaşlarıma da söylemek istiyorum. Bizim amacımız aileler için çocukların veya rahatsız për familjet në Kosovë, duke theksuar se mesazhi nuk është vetëm për familje, por edhe për mjekët kosovar. Qëllimi im është që t'ju lutem të gjithëve që të mos i neglizhojnë sëmundjet dhe të kontrollohen me. Hekim arkadaşlarımıza da şunu söylüyorum. Biz hekimiz. Pyetje son se sa shpesh planifikojnë të vinë në Kosovë. Ajo përgjigj se sipas planifikimeve që kanë bërë, çdo muaj do të jem në Kosovë për vizita dhe operacione dhe këtu kanë përfunduar shumë vizita dhe operacione pediatrike. Ama beni kovmadığı sürece her ay gelmeyi düşünüyoruz. Bu planlı, gerçek bu böyle. Her ay planlı olarak geleceğiz. Bir önceki yaptığımız ameliyatların kontrolleri, yeni hastalarımıza bakıp, të përcjellë gjendjen e sëmurëve dhe pas operacioneve dhe çdo muaj do të jem pranjosh në këtë spital me kontrolle dhe vizita të ndryshme. Vizita e Dr. Çabukoglu paraqet një mundësi të rëndësishme për pacientët dhe familjet që kërkojnë mendim specifik dhe zgjidhje moderne terapeutike pa pasur nevojë të largohen nga Kosova. Konsultimet do të vazhdohen në Spitalin e Përgjithshëm Rezonanca 2. Numri kontaktues +33 49 603 330. Jo mirëpresim.